Edhe ka shumë shembuj në histori islame. Shumë shembuj ku njerëzit kriminalët më të mëdhej, momentin që e kuptuan kush është Allahu, u bën njerëzit më të devotshëm. Dhe s'doshur Malik ibn Dinar, një prej dietarëve të mëdhej të Islamit, një prej alimave, ulemave të mëdhej të Islamit, një njeri i cili mirët shëmbëltyr dhe irnek për musliman se si duhet me qenë besimtari. Aja është Malik ibn Dinari. E dini që që kishtë fillimin e tina? E di kush ish para se mu bo djetar, para se mu bo irnek, para se mu bo shëmbëltyr, para se mu bo njeri i ditur, muhaddith, alimi ulemave. Thot Malik ibn Dinari, për vetë vetën e vetë vol Malik ibn Dinari. Jam konë dha në Basra, në Irak, jam konë polic, aqë zullumqari madh jam konë, që kur kanë dalë në pazar, njerëzit kanë pas frikë dhe dromë më këshirë. S'kam lënë të keqe ftirën e tokës pa bon, se njeriu pa imon është belhum e dhal, ka thonë Allah. Shëndrohet në i hup gjitha virtytet dhe cilësitë të qenurit njeri. Njeriu pa imon, njeriu pa besim, njeriu pa islam, gjithë shka mundet me konë, gjithë shka, vetëm se e hup thelbin e të qenurit njeri. Thot Malik ibn Dinari, kam qenë Basra, në Irakun e sodit, qytet për qyteteve të Irakut, kam qenë polic, kam bo pa drejtësi, kam re dhe kam qenë zullumqari madh. Tha dha Allah Azza wa Jalla dhe u martova. Allah Azza wa Jalla deshti tha u martova. Dhe Allah Azza wa Jalla tha, pasi që u martova ma dha një vajzë, e cila kur i mbushi 3 vjet, atë shumë tha e deshta, dhe atë shumë u lidha për ata, sa që nuk mujsha me imagjinu dë një send e cila mund të vlenë ma shumë se vajza ime. Tha te për u lidha me ta. Vlezët e dashur, tha një ditë prej ditëve, shkova sikur që e kisha adet. Tha shkova në errësirën e natës dhe po i bajt gjunohet të cilët e ishte rutin për mua. Pasë që pita alkohol, tha u ktheva në shtëpi. Imagjino, u ktheva në shtëpi, tha, po vajza ime, tha më qafi, edhe shkoj në udhën e vetë, në shtratin e vetë, në dhomën e vetë, tha unë e shkova për me fletë. Kur u qova mëngjes, tha kishte vdek vajza ime. Atë të cilën e deshta, një pjesë e zemrës teme, apo gjithë zemra ime, tha kishte shku, kishte dek. Atë shumë më mërzita, edhe atë shumë isha në mërzi, sa që vlezët e dashur, tha gjunohet i 3 fishova, i 4 fishova gjunohet dhe më katët. Tha nëse i pisha një orë, fillova me pi 3-4 orë, për ta largu mërzin, për ta shu atë mërzit të cilën e kisha për vajzën teme, tha nuk lash gjuna, vetëm se e shumë fishova gjuna. Deri sa, tha një njatë pasi që shkova, e hidhrova Allahun me gjunahe dhe më kate, edhe kisha pi, u ktheva në shtëpi dhe rash me flet. E pash një ondër, tha sikur që u bo kiameti. E pash një ondër sikur që mu bo kiameti, tha, edhe unë e dula në mahshar, dula në vendin ku njerëzit do të grumbullohen. Tha qfar me po? Tha e pash një gjarë për të madh. E pash një gjarë për të madh. A që i madh sa ishte, tha që nuk prej frikës, nuk guzesh as me e kshira gjarëpën. Tha dhe filloj të më vërsullet mua, të vjen nga une. Tha hiksha. Hika gjarëpën, tha vrapon të pas meje më garante. Tha deri sa e pash një plak me një qosh, një plak me një shkop, mendova sa i do të mbron mua, shkova te plaki dhe po i tham një mom, se gjartë një ashef kush është këtë gjartë, për sa i madhash do me më hongër, do me mbyt, do me më shkatruhe. Po i tham këti plakut me këtë shkop. Plaku po e më tha ma këthej, nuk jam i fortë që me të një mua. Prap djathtas, prap një, thot e pash një plak, shkova prap taj, njëtën përgjigjem tha, shumë i dopt jam, nuk muj me të një mua. Tha prap majta s'filova ti ki gjarpni për mas, po më rapon. Tha prap, një plak e pash. Thash inshallah që ki ka me mbrojt mua dhe ka me mdi mua. Shkova te plaku, tha nuk jam i fort dhe nuk kam fortën ti me të ndi mua. Tha duke ik, duke vrapu. Tha te pash një kalat të madhe.
e pash një shtëpi të bukur, e pash një kalat të bukur, një shtëpi të heshëm, thash elhamdulillah, këtu do ta gjej shpëtimin. Këtu ka me gjetë shpëtimin. Tha shkova, u afrova afër asaj kalajes, po dyrt nuk më çelën. Tha ishte interesant në atë kalat që kishte shumë fëmijë, te për fëmijë. Tha kur duke i këshir, tha po i ndëgjoj dy zona duke i thonë një vajzë soj filone, duke që është baba jot. Tha kur e kam çu krijen po e shoh lart në kala vajzën time. Edhe duke thonë e bi, baba jem vallahi, baba jem. Tha kur e pash ata po i tham o bi, a munesh me mni mua? Oj bi, a munesh babën e Kurtalis? Oj bi, a munesh me vepru se gjarpni për mas si që e pa do me më shkatru dhe do me mbyt mua, do me më hangër dhe me më sos këtë. Po thot vajza, elem janini alladhina amanu an takhsha qulubuhum min dhikrillah. Tha bab, ka ardhur koha që ti të pendohesh Allahut subhanahu wa taala. Në ndër, zgjohet mëngjes, momentin që zgjohet ezani sabah duke thirr. Ja je besën Allahut subhanahu wa taala se do të shkon në xhami. Në momentin që shkon në xhami, hoxha po i lexon çat ajet të cilën e pa në ndër. A ka ardhur koha atyre të cilët kanë besu dhe kanë bëu zullum, t'ju frigohet zemra prej përmendjes Allahut, frigohen prej dinit Allahut, për fjalëve të Allahut, i kthehen Allahut. Ani pse kanë bëu gjuno, ani pse kanë bëu mëkat. Tha e fali namazin dhe po shkoi tha po e veti këtë hoxhën. Me ma komentu këtë ndër. Tha subhanallah. Tha gjarpnin të cilën ti e ki pa në ndër, janë gjunohet e tuja, janë mëkatët e tuja, të cilët ti i ki bo me dorët e tonë. Tha aj gjarpni ka me shkatru ti. Tha mirë gjarpni gjunohet, pa i plaki me shkop që shkoj shalip shandim. Tha ato janë vepret e tuja të mira, të cilët janë të pakta dhe të plakta, janë të pakta dhe të lothta, janë të pakta dhe me përtas, janë të pakta dhe i ki vepru duke e konë pritafsh. Tha mirë po, ajo kaloja dhe ato fmit, edhe ku ishtë vojza ima ati. Tha s'kim dëgjua, as e kim dëgjua ditën e pejgamberit kur pa hin xhami. Tha se kim dëgjua ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që fëmijët e besimtarëve janë me Ibrahimin alayhis salam. Janë me Ibrahimin alayhis salam me një pallat jetojnë ato. Fëmijët të cilët vdesin para se më mbylek. Tha çajo është po. Tha po ajetin shka lexoj. Tha Allah azza wa jall ka dështi me të udhëzua dhe me drejtua dhe ka dini Allahut me të çue. Edhe dini vëllezër të dashur. Për atë momentit Malik ibn Dinari bëhet njeriu më i butë ftyrën e tokës. Bëhet njeriu më i devotshëm ftyrën e tokës. Bëhet alimi i ulemave, dietari i dietarëve. E kështu Islami ka lidhur vëllezër të dashur. Kështu Islami prej njeriu tiran ban më i mëshirshëm prej të mëshirshëmve. Prej arrogant, kryelar të ban modest. Prej mëkatar të ban të devotshëm. Prej zullumçar të ban të drejtë. Kja dini Allahut. Andaj vëllezër të dashur, ne si shoqëri më së shumti kemi nevojë që fëmijët tonë ti çojmë xhamia, ti çojmë ta mësojmë fenë Allahut azza wa jall, që mos të bëhen mos ta more guximin të vepron ndonjë vepër që do të jetë pishman vet ai dhe do të jenë pishman familja dhe do të jenë pishman rrethi.